Për këtë arsye dhe kejtë pejgambert i ka dërgu me një mesazh. Thotë Allahu në Kur'anin e Kerim: "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." S'kena që pejgamber, nuk kena dërgu të dërguar vetëm me një mesazh, cili ka qenë mesazhi i Ademit a.s., cili ka qenë mesazhi i Nuhit a.s., cili ka qenë mesazhi i babës të pejgamberëve Ibrahimit a.s., Musait dhe Isait. Të gjithë pejgamberët kanë ardhur për një fjalë. Dhe ajo është fjala La ilaha illallah. Për këtë arsye thot Ibn Qayyim el-Jauziyja se njerëzit kanë ardhur në tokë të sprovohen në ta, e pastaj të dalin për Allahut Azza wa Jall dhe pranti kanë mu përgjigj për dy pyetje. Për Allahut i kemi mu përgjigje vetëm për dy pyetje. Thot pyetja e parë: Madha kuntum ta'budun? Kanë adhurosh. Pyetja e dytë që Allahu do t'ja parashtron të parit dhe të fundit. Nuk kanë për të lëviz kam të bive të Ademit në ditën e gjykimit përderisa nuk janë përgatitur që t'i përgjigjen këtyre dy pyetjeve. Madha kuntum ta'budun? Kanë adhurosh. Dhe thot Ibn Qayyim i përgjigje e pyetjes së parë është pjesa e parë e shahadetit La ilaha illallah. Kjo përgjigje e parë. Pyetja e dytë: Madha jabtumul murselin? Si ju përgjigjet ju pejgamberëve të Allahut? Dhe thot Ibn Qayyim, përgjigja e pyetjes së dytë është Muhammedur Rasulullah. Dhe Allahu Azza wa Jall këto dy pyetje na ka tregu në Kur'anin e Kerim dhe ka thonë: Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'budun. Thot pasha Allah, pasha madhrinë Allah, pasha Allah betohen vetën e tij dhe thot s'ka me kalu askush pa u pyet me këtë pyetje. S'ka me lëviz për Allah para se me dhonë përgjigj. Amma kanu ya'malun. Do t'i pyesmi çka keni bon. Falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna al-mursalin. Kena me pyet atë popullin që ne i kena çu pejgamber, po kemi me pyet dhe pejgambert. Kan e keni adhuru. Pyetja e dytë, thot Allahu në Kur'anin e Kerim: Wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalin. Me çka ju përgjigjet pejgamberëve të Allahut? Pra vëllezër të ndershëm, fjala e parë, obligimi i parë i njeriu të në rrezullin toksor është fjala La ilaha illallah. Obligimi dhe haki i Allahut në tokë është fjala La ilaha illallah dhe të vepruarit me ta. Pra fjala La ilaha illallah a kusht për të pranu ibadetet tonë. Fjala La ilaha illallah a qelsi derës së lumturisë. A fjala La ilaha illallah mjeti që arrijet në jetën e përhershme dhe jetën e lumturisë. Fjala La ilaha illallah a simboli muslimanëve. Fjala La ilaha illallah janë trokitjet e zemrave të sinqerta. Dhe fjala La ilaha illallah a flamuri luftëtarëve në rrugën e Allahut. Dhe fjala La ilaha illallah është thirrja dhe daveti pejgamberëve dhe të dërguarve të Allahut. La ilaha illallah është anija e shpëtimit. La ilaha illallah është program i jetës së besimtarit. La ilaha illallah është krenaria e besimtarit.